Du të them, edhe na jemi treguar gojë të pandërgjegjshëm, të papërgjegjshëm, sepse të shkojë 26 vite dhe të mos u ngritsh një shenjë vogël të kujtesës historike, qoftë sa kjo gotë, dhe me u përmend emrat me 1 qershor, ditën botërore të fëmijëve, me 20 nëntor, që është dita botërore e të drejtave të fëmijëve, që kur të drejta këta fëmijë të shkrejt të popullit tonë të shëmbuar dhe liri dashës nuk kanë pas, dhe sot të mos jetë asnjë shenjë tyre është gojë e dhimbshme. Kur po bëjmë pallate luksoze, restorane luksoze, dasma me tallava e tjere, domethënë miliarda kemi harxhu, s'kemi qenë të zotët, një muze, një përmendore, një obelisк me ngri. Zot plan, është problem i shtetit ky, se absolutisht ke njerëz që kanë biznes dhe kanë kontribuar shumë, pra ju kanë ndihmuar që sidomos nga shqiptarët i brenda kanë ndihmuar shumë, mos më qenë edhe ata. Ata janë logjistika, ata kanë qenë logjistika, hambari u çykës, gurbetçarët tanë. Vazhdojnë të jenë të tillë edhe sot e kësaj dite. Mos më qenë ata as dje unë edhe sot Shali dhe Hasan Morina nuk kishim mund me finalizuar çat akademi kaq serioze dhe çat ekspozit. Si ndjeni ju pra kur dje keni pas një akademi të tillë për kujtimore, ndërkohë nesër pritet që të ketë një seancë në vëmë të specializuara të Kosovës me Selin Hag, pra ndaj ish-krerëve të ushtrisë lindtare të Kosovës. Po ngrej paralele pra për të kuptuar një ndjesi tuaj që keni punuar gjatë kohë, edhe gjatë luftës, por edhe pas. Po. Ju e dini fort mirë që unë i kam dorëzuar me kohë. Qysh në vitin 2001 kur e kam finalizuar për herë të parë librin tim në 4 gjuhë, shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht dhe me sugjerimin e të madhit edhe të pavdekshmit Bacesadem Adem Demosit, kur e kam pas bëhet libër, tha Nusret nuk ke bë asgjë, nuk bën asgjë nëse nuk e bën spakun 4 gjuhë. Dhe e kam bën 4 gjuhë, shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht dhe e kam deponu në tribunalin e ashtu quajtur të drejtësisë ndërkombëtare, sepse veç drejtësia aty nuk ka. E kam deponu thash para 24 vitesh dhe kurrë në kurrës nuk janë trajtuar të vrasja të krimit që janë me data, me ditë, me fotografi. 570.000 shqiptarë vramë nga vitin 1844 deri në vitin 1999. Vetëm luftën e fundit rreth 15.000 civil vrarë, më shumë se 20.000 nanë dhe vajza shqiptare të dhunuara, më shumë se 1.432 fëmijë vrarë. Dhe është absurdi llojit vet i shekullit 21, si është e mundur asnjë kriminal serb për këto krime makabre të mos dënohet. Bile as të akuzohet. Edhe të mbohen që 5 vite kreu i ushtrisë lindtare të Kosovës, heroj të gjallë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasnisi, Recep Selimi, të torturohen, të maltretohen, të diskriminohen kaq barbarisht, që lindtarët tanë, djemt më të zotë kombit tonë, të cilët ishin të aftë, ta bëjnë ushtrinë çlindtare të Kosovës ushtri të NATO-s. Krejt bota din që ushtria çlindtare e Kosovës ka qenë ushtri toksore e NATO-s.